Beta Technologies u bë kompania para-amerikane që ul një avion tërësisht elektrik me pasagjerë në aeroportin e ngarkuar John Fitzgerald Kennedy të New Yorkut. Fluturimi i ALIA për në aeroportin ndërkombëtar John Fitzgerald Kennedy të New Yorkut zgjati 45 minuta dhe brenda tij kishte një pilot dhe 4 persona. Kompanitë e transportit duke përfshirë linjat ajrore po kërkojnë të zhvillojnë shërbime duke përdorur avion elektrik me bateri për të transportuar udhëtarët në distanca të shkurtra në qytet, duke u lejuar atyre të shmangin trafikun. Beta thot se ALIA e saj mund të udhëtojë 463 km me një karikim. Në tetor, Administrata Federale e Aviacionit finalizoi rregullat gjithëpërfshirëse të trajnimit dhe certifikimit të pilotëve për fluturimin e taksive ajrore, duke i quajtur atë pjesën e fundit që mungon për prezantimin e këtyre avionëve në periudhën afatshkurtër. Në të njëjtin muaj, Beta mblodhi $318 milion në kapital aksionar për të financuar prodhimin, certifikimin dhe komercializimin e avionëve elektrik, duke e quar vlerën e saj totale në më shumë se $1 miliard. Kompania me selinë në Vermont u themelua në vitin 2017. Kjo ka qenë një ëndër i imja për më shumë se 20 vite, tha Kylie Clark, themeluesi dhe administratori përgjithshëm i Beta Technologies. Ne kemi zhvilluar çdo komponent të vetëm në atë aeroplan sepse në hapësirën ajrore nuk ka kompromis për sigurinë. Çdo kompjuter, çdo motor, çdo bateri, çdo sistem shpërndarje, të gjitha pjesët janë zhvilluar këtu në Vermont, në New York, dhe kemi krijuar një formë krejtësisht të re transporti, shpjegoi ai.